Po në Prishtinë, 16 persona janë plagosur gjatë një proteste kundër vizitës së shefit të delegacionit serb në bisedimet me Kosovën Borko Stefanović. Policia përdori gazin lotësjellës dhe shkopinjtë e gomës për të shpërndarë protestuesit e organizuar nga lëvizja vetëvendosje, e cila e vlerëson vizitën si të dëmshme për Kosovën. Kjo vizitë ndodhi në prag të raundit të 4 të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për zgjidhjen e çështjeve të interesit të përbashkët të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndarë grupet e protestuesve që përkundërshtonin vizitën në Kosovë të shefit të delegacionit të Serbisë për bisedime me Kosovën Borko Stefanović. Pjesëtarët e lëvizjes vetëvendosje që në orët e paraditës filluan të bllokojnë hyrjet në ndërtesën e qeverisë së Kosovës për të penguar këtë vizitë që ata e cilësojnë si të panevojshme dhe të dëmshme për Kosovën. Në orët e pasditës, situata shkallëzoi kur protestuesit hodhën gur dhe ngjyrë mbi makinat e qeverisë së Kosovës dhe atyre që po përcjellnin zyrtarin serb. Disa protestues dhe pjesëtarë të policisë pësuan plagë gjatë përplasjeve që vazhduan për disa orë me radhë. Zyrtari serb u takua ndërkaq me dyert të mbyllura me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajredin Kuqi dhe shefën e delegacionit të Kosovës Edita Tahiri. Nuk është bërë ditur asnjë hollësi nga përmbajtja e takimeve që janë të para të këtij lloji që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Vizita e tij kishte nxitur mospajtime edhe të një pjese të drejtuesve politik të vendit dhe opozitës, e cila e ka cilësuar të papranueshme një vizitë të tillë, ndërsa kanë kundërshtuar vlerësimet e zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe Beogradit se ajo mund të ndihmojë në përmirësimin e marrëdhënieve të ngrira ndërmjet të dyja palëve. Fillimi i javës që po vjen pritet të shënojë raundin e 4 të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Një pjesë e opozitës shfaq shqetësimin se vizita e sotme e përfaqësuesit serb në Kosovë do të mund të çonte në përpjekje për zhvendosjen e bisedimeve nga ato të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në takime të drejtpërdrejta që do të ishin të dëmshme për Kosovën. Opozita thot se bisedimet janë në favor të Serbisë dhe Kosova nuk do të ketë asnjë përfitim prej tyre në këtë periudhë kur Beogradi refuzon të njeh pavarësinë e Kosovës dhe kontrollon një pjesë të territorit të saj me strukturat paralele. Por udhëhecit e qeverisë besojnë se fundi i bisedimeve do të shënojë edhe një hap drejt forcimit të paqes në rajon dhe afrimin e Kosovës me strukturat euroatlantike. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.